Rezultatin e zgjedhjeve e konsiderojmë si një vullnet qytetar i cili duhet të jetë i pranueshëm sepse suverani ka vendosur ashtu. Natyrisht që çdo proces qendror ne na detyron të shiqojmë ku kemi bërë gabime dhe ku duhet përmirësohemi. Në këtë rast, edhe pse numri i deputetëve në këtë rast është më i vogël, prap unë mendoj që LVV-ja së bashku me partnerët e koalicionit ka korrë një sukses shumë të mirë dhe shpresojmë që tash duhet të punojmë në konstituimin e institucioneve të shtetit. Dhe si doli PSHDK-ja në këtë sepse ishte hera dytë që po garanit në partneritet me lëvizjen vetëndosje. Ashtu, ne kemi prit një rezultat pak më të mirë me thënë drejtën, por për një numër shumë të vogël kemi ngel pa qenë pjesë e parlamentit. Sido që tjetë, mendoj që rezultati është shumë i mirë në krahasim me numrin e votuesve që kanë dalë në zgjedhje. Ju e dini se kësaj radhe kanë dalë rreth 130.000 ma pak, ndërsa ne si parti kemi pasur ngritje 10 deri në 15% të votëve në krahasim me numrin e dalëve të qytetarëve. Megjithse nuk kemi të kënaqur, por prapse ne duhet t'i falenderojmë gjithë ata që na kanë votuar, jo vetëm PSHDK-n, por koalicionin tërësi, dhe shpresoj që ne si PSHDK në kuadër të qeverisë do t'japim kontributin tonë. Dhe para se të kalojmë pak te qeveria, apo do t'i pyes Azli Morina, çka ndikoi pra që dalin 130.000 më pak? A mund të jetë pak kënaqësi me qeverinë kjo? Mendoj që janë shumë faktorë. Njëri ndër ta është ndoshta edhe kushtet, jemi në verë, një numër i madh qytetarëve kanë qenë në pushime, sidomos e këta të zonës Lugagjinit kanë shkuar në det, por kjo nuk justifikohet. Ndoshta është e mundur që mbajtja e zgjedhjeve të shpeshta ka ndikuar tek një numër i qytetarëve që më na dhon ne me kuptu që institucionet duhet të konstituohen sa më shpejt sepse për këtë dhe ju kemi votuar. Dhe Azli Morina, pra ju paska se PSHDK nuk mori mandat, ju nuk jeni të pakënaqur me partneritetin me koalicionin? Jo, ne kemi, me thënë drejtën, partneriteti me LVV-n edhe me partner tjetër të koalicionit është shumë i mirë, sepse ne kemi ngritje. Thash edhe njerë për fat keq, për një numër shumë të vogël kemi të pa hyrë në parlament, kështu që unë shpresoj që kontributin tonë të cilin do të japim tani në qeveri dhe në institucione tjera, Partia Shqiptare Demokraciane do të jetë pjesë e institucioneve dhe të parlamentit të një të ardhme shumë të afërt.